Nesër kombëtarja shqiptare e Kosovës do të luajë një ndeshje historike ndaj Turqisë në finale, një sfidë që mund të përcaktojë vendin e Kosovës në kampionatin botror. Trajneri i Kosovës, Franco Foda, e konsideroi finalen ndaj Turqisë një ngjarje shumë të rëndësishme dhe tha se shanset janë 50-50. Ai vlerësoi cilësinë e ekipit turk, duke përmendur lojtarë si Yıldız, Güler dhe Gjalhanoglu, por theksoi se Kosova është e përgatitur për çdo skenar, përfshirë kohën shtesë dhe penaltit. Ja, Türkei hat eine gute Mannschaft mit viel individueller Klasse. Ekipi i Turqisë është shumë i fortë edhe në aspektin e lojtarëve individual si Yıldız, Güler dhe Çanaoglu. Janë kualitativ dhe ne jemi të mirë. Jemi në finale me plot merit. Gjasat janë 50-50. Ne do t'i japim gjithçka për të fituar. Padyshim që vërehet se është ngjarje shumë e rëndësishme, kur s'ka pasur kaq shumë gazetar, po luajmë për kualifikimin në kampionatin botror. Është mirë që të jemi të motivuar për ta mbajmë edhe kokën në vend. Sulmuesi dhe kapiteni Vedat Muriqi u shpreh se është krenar të drejtojë Kosovën në këtë duel historik dhe shprehu optimizëm për suksesin në fushë. Me një intervistë tjetër thash që besoj që pas pavarësisë mund të jetë lumturia më e madhe e shtetit ton. Kështu që dëshira jon, forca jon është maksimale për ta arritur këto. S'du me fut presion as bashkëlojtarët e mi, po as vetëm, po nesër besoj fuqishëm në fitore, nëse bashkohemi me tifos ton, me gjithë ju që jeni këtu, edhe shpresoj të arrijmë suksesin edhe pastaj të festojmë bashkë në shesh. Ndeshja pritet të jetë e fortë dhe emocionuese, ndërsa të dyja ekipet synojnë të japin maksimumin për një fitore historike. Kosova shkon në këtë sfidë me motivin maksimal dhe me mbështetjen e tifozëve që presin një performancë madhështore në fushë. Kujtojmë, përballja mes Kosovës dhe Turqisë zhvillohet nga ora 20:45 në stadiumin Fadil Vokri.